Derisa me 20 janar, Autoriteti i Aviacionit Civil, agjenci që mbikëqyrët nga zyra e kryeministrit të Kosovës, njoftonte se kompania ajrore GP Aviation kryeson me numrin më të madh të udhëtarëve të shërbyer nga Prishtina. Më 15 prill, pronari i kësaj kompanie, Ganev Shpiga, po arrestohej në kufirin mes Maqedonisë së Veriut dhe Bullgarisë, pasi për të ekzistonte fletarest ndërkombëtar i lëshuar nga autoritetet gjermane. Shpiga, siç raportojnë mediat ndërkombëtare, duke cituar autoritetet gjermane, kishte shkelur ligjin mbi 50 herë nga viti 2021 deri në vitin 2025 dhe akuzohet për shmangje tatimore prej 9 milion eurosh. Në kohën kur pronari i GP Aviation po villte shtetin gjerman, në Kosovë pikërisht kjo kompani po fitonte të drejtën ekskluzive për të mbajtur linjat ajrore. Aviacioni civil me 14 qershor njoftonte se kompania GP Aviation, e emëruar nga Republika e Kosovës, po fillon fluturime ndërmjet Kosovës dhe Zvicrës në 3 destinacione: Prishtinë-Zyre, Prishtinë-Bazel dhe Prishtinë-Gjenev. Vendimi po jepej kësaj kompanie për një periudhë 3 vjeçare. Për shqiptarët në Kosovë, GP Aviation më shumë njihet si Prishtina Ticket, kompania që menaxhon me avionët e GP Aviation. Avionët e kësaj kompanie, 3 ose 4, kryejnë udhëtime vetëm në drejtim të Kosovës dhe shteteve ku ka shqiptarë në diasporë. Pra, ndalja eventuale e fluturimeve për në Kosovë nuk kupton mos funksionim të kompanisë. Dhe ndihma prej 2 milionësh që e njoftoi qeveria e Kosovës për t'i ndihmuar linjat ajrore nga diaspora për në Kosovë, nuk kupton më saktësisht ndihmë për këtë kompani, Prishtina Ticket, e cila realizon shumicën dërmuese të fluturimeve për në Kosovë. Dhe njëjtë, si pronari zvistrani i GP Aviation, probleme me ligjin kanë edhe pronarët e Prishtina Ticket. Nëse shikoni në ARBK, pronari i kompanisë Prishtina Ticket del të jetë Arton Bajramaj dhe Prishtina Ticket Shvajs AG. Kurse nëse kërkohet për këtë kompani në Zvicër, atëherë del se pronari i saj është Edvin Rahmanaj. Por ka edhe një tjetër kompani të regjistruar në Kosovë me emrin Prishtina Air Ticket. E këtu pronar është Balir Rahmanaj, babai i Edvin Rahmanaj dhe bashkëpunëtori Arton Bajramaj. Të dy këta, edhe Arton Bajramaj edhe Balir Rahmanaj, janë persona që ishin ndaluar këtë vit nga autoritetet e Kosovës në ndyshime për skemë të shpërlarjes së parave, që dyshohet se ka funksionuar në periudhën kohore nga viti 2015 deri në vitin 2019. Sipas dyshimeve, grupi kishte operuar përmes mashtrimeve me shitjen e aviobiletave për të kaluar më pas në pastrim parash. Vox Kosova ka arritur të kuptojë se aktakuzë nuk ka akoma nga prokuroria speciale, por hetimet po vazhdojnë mbi këtë çështje. E pikërisht kjo kompani, e udhëhequr nga një pronar i burgosur në Gjermani dhe të tjerë të ndaluar në Kosovë, pritet të jetë përfituesi më i madh i skemës prej 2 milionëve të ndarë nga qeveria e Kosovës. Sepse siç thot vetë Agjencia e Aviacionit Civil, ka më shumë të fluturime drejt Kosovës dhe nga Kosova. Është e çuditshme po ashtu se si agjencia e udhëhequr nga zyra e kryeministrit kishte zgjedhur pikërisht këtë kompani për t'i dhënë linjat ajrore drejt Zvicrës dhe Gjermanisë. Pra 2 milionat e taksapaguesve të Kosovës nuk janë për ulje të çmimit të biletave për bashkëdhëtarët, as për kujdes të shtuar për turizmin, por derdhje parash në xhepat e kësaj kompanie me pronarë që sistematikisht kanë probleme me ligjin në Kosovë. Por s'përfundon me kaq. Lidhja shkon edhe më tej. Catering Prishtina është kompania e cateringut që furnizon me ushqim me gjithçka tjetër, përfshirë cigare, linjat ajrore të GP Aviation, Prishtina Ticket. Dhe a e dini kush është pronar aty? Besnik Dalipi, djali i Axhës së Luan Dalipit, ish shefi të kabinetit Albin Kurtit. Pra, nëse fluturimet anulohen, GP Aviation mund të falimentojë plotësisht, marrë parasysh borxhin 9 milionësh të kompanisë ndaj shtetit gjerman, e i mirën avionët. Por këtu humb shumë edhe Catering Prishtina e Dalipëve të Kurtit.